Dedoni thash drejto ma të ma ndrejsh si shimomin këtë. Kapacitete si komunë nuk jena, sepse nuk jem shërbimet publike, kemi ato që angazhohen. Polje sepse jemi detyru të ndërpresim energjinë elektrike për shkak të rrezikut, se në qoftë se prek ujë këtë, atëherë e rrezikon këtë trafostacionin dhe e rrezikon për kohë të gjatë. Ne i falenderojmë qytetarët, i falenderojmë zjarrfiksit, i falenderojmë njësitë e komunës, shërbimet publike e tjera, cilët janë në krye detyrës dhe po e ndihmojnë qytetarët në sanimin e domeve që janë bo, po zjarrfiksat i kanë evakuar mbi 20 familje nga vërsimet që ujë që ju ka hinë në shtëpi. Gjendja alarmonte. Ujtë e ka rrugë deri në 2 metra mbrana në shtëpi. Ka një ujtë, unë shumë gjendje rrezikshme, ujë shumë tepër i madh, s'po mund e përcjell, siç pashihet edhe vetë, të lumi, katastrofë, ku jam qenë me një tes, e kam po 2 metra ujtë, çati kam pas fëmin, prendi kam pas, i kam pensionera, vojën e kam smune, me aftësi të fizume, po do të më tërhiq me anije, nëse me një gomi, këtu.